Janari solli lëvizje të rëndësishme edhe për Dardanët, me futbollistët kosovar në kërkim të sfidave të reja në Evropë dhe më gjerë. Ilir Krasniqi dhe Lindon Emrllau hapin kapitull të ri te Policia, një pretendente serioze në Ukrainë. Visar Bekaj mbyll aventurën në Turqi dhe rikthehet në Shqipëri, ndërsa Emir Sahiti bën një hap të madh duke kaluar në Izrael te Maccabi Tel Aviv. Gjermania mbetet destinacion kyç me Andi Hotin dhe Doni Arifin që vazhdojnë karrierën në Bundesliga 2. Këto lëvizje dëshmojnë se lojtarët kosovar janë gjithë një pjesë aktive e tregut ndërkombëtar. Këto janë lëvizjet e Dardanëve në afatin kalimtar të janarit 2026. Ilir Krasniqi nga Kolosi te Policia, Lindon Emrllau gjithashtu nga Kluj te Policia, Visar Bekaj, Hatayspor te Tirana, Andi Hoti nga Magdeburgu te Eintracht Braunschweig, Mirlind Kryeziu pa ekip te Winterthur, Doni Arifi nga Kups te Greuther Fürth, Emir Sahiti nga Hamburgu te Maccabi Tel Aviv, Florent Hasani nga Boluspor te Ahmetspor, Indrit Moavraj nga Bari te Leia Gdansk, Ardi Tahiri nga Lapi te Kolos.